Njëri që kam bjellë dhe kur, thujnë në fjallë e urtë, por në një gjendje normale ne sot është të kemi konstruimin e kuvendit, kryetarin dhe nën kryetarët, dhe të formojnë komisionet dhe të pritet edhe zgjedhja e presidentit, por ja që nuk e kemi një gjendje normale sepse ata që kanë marrë besimin e qytetarëve, që janë shumicë në Parlamentin e Kosovës, tallen me atë besim dhe për kalkulimet e tyre të pushtetit dhe bojnë manevrime dhe zhagite të konstruimit të kuvendit me qëllimet e tyre të përfitimit. Kush del humës më i madh, del bujku që pret të mbështetet me subvencione me grande, del studenti që pret të mbështetet që ku të përfundon edhe studimet, të rekurtohet edhe të punësohet, del administrata publike që çdo ditë i vështirësohen jetesa e tyre, del çdo qytetar i këtij vendi që i vështirësohet jetesa dhe çmimet e tyre janë në rritje enorme që nuk i përballon dhe qeveria nuk merr asnjë veprim sepse nuk është në krye të detyrës, por është në krye të interesave të tyre partijake. Dhe sigurisht që edhe këto veprime janë shkak pasojë, jo që i çdosh të ndodhen, por çdo ditë më shumë uroj që mos ketë incidente dhe mos ketë revoltim, por nuk pritet nga dikush që ka bën normalitet shkeljen e Kushtetutës që të sjellun edhe normalisht. Dje Hamza është deklaruar që nuk përjashtohen edhe protestat edhe nga ana e KDK-s pas këtyre veprimeve. Mund të priten edhe nga partia juaj që të ketë këto forme protestash nëse mund të quajmë si të tilla? Unë uroj që sa më parë edhe vetë PDK-ja të ketë një organizim të tillë dhe nëse është dikush brenda Partisë Demokratike të Kosovës që bën thirrje që të ketë protesta, që t'i kthehet dinjiteti Kosovës dhe vetë shtetësisë së saj, atëherë jam unë nga disa deputetë dhe disa strukturë të partisë që bëj thirrje që të ketë një organizim të tillë dhe të protestës, sepse me të vërtetë ka degraduar çdo gjë me udhëheqjen e kësaj kaste politike.